Hungaria ka nënshkruar një marrëveshje të re me Serbinë për të forcuar bashkëpunimin ushtarak, një hap që synon thedhimin e partneritetit mes dy vendeve, veçanërisht në fushën e stërvitjeve të përbashkëta. Marrëveshja u nënshkrua në Beograd, në prani të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili theksoi se qëllimi i këtij marrëveshje është përshpejtimi dhe avancimi i pozicioneve të përbashkëta në mbrojtje, duke hapur mundësinë e krijimit të një aleance ose unioni ushtarak me Serbisë dhe Hungarisë. Presidenti Vučić shtoi se Hungaria është tashmë partneri më i rëndësishëm i Serbisë në rajon në fushën ushtarake, duke theksuar se bashkëpunimi do të intensifikohet dhe përfshin aspekte të ndryshme, përfshirë stërvitje të përbashkëta dhe kualifikimin e marinës. Nga ana tjetër, ministri i Hungarisë i mbrojtjes theksoi se Serbia është partner i kyç në fushën e mbrojtjes për Hungarinë, veçanërisht duke marrë parasysh që Serbia nuk është antare e NATO-s dhe e BE-s. Ai përmendi si shembull stërvitjet luftarake shumë komshe dhe kualifikimet për shitje me armë që të zhvillohen gjatë periudhës së paqes. Ky bashkëpunim, megjithse ka shkaktuar shqetësime në rajon, pasi lidhjet e ngushta të Serbisë dhe Hungarisë me Rusinë mund të kenë pasoja për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkan.